Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatisin skenar emergjent për një ndërhyrje të mundshme ushtarake kundër Iranit në një nga pikat më strategjike të globit, ngushticën e Hormuzit. Sipas burimeve amerikane të cituar nga CNN, fokusi aktual i Pentagonit është neutralizimi i minave detare iraniane, mjeteve të sulmit të shpejtë dhe kërcënimeve nga Bregdeti, me synimin për të mbajtur hapur këtë korridor jetik, nga ku kalon rreth 20% e naftës botërore. Zyrtarët e lartë amerikanë bëjnë të ditur se të gjitha opsionet janë ende në tryezë dhe janë paraqitur presidentit Donald Trump, ndërsa situata mbetet e tensionuar dhe e pa parashikueshme. Vetë presidenti Trump ka deklaruar se SBA ka kontroll të plot mbi ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se asnjë anije nuk mund të hyjë apo të dalë nga zona pa miratimin e marinës amerikane. Në një reagim publik, ai shtoi se zona do të mbetet hermetikisht e mbyllur, derisa Irani të pranojë një marrëveshje. Megjithatë, Trump ka përjashtuar përdorimin e armëve bërthamore kundër Iranit, duke argumentuar se nuk ka nevojë për to, pasi sipas tij, Irani është dobësuar tashmë përmes mjeteve konvencionale. Ndërkohë, zhvillimet në rajon vijojnë me ritme të shpejta. Vetëm pak kohë pas vendimit për zgjatjen e arpushimit mes Izraelit dhe Libanit, ambasadori izraelit në OKB, Danny Danon, deklaroi se marrëveshja nuk është ende e plot, edhe pse situata është përmirësuar ndjeshëm. Izraeli paralajmëron se do të reagojë ndaj çdo sulmit nga Hezbollah, ndërsa mbetet e paqartë nëse qeveria libaneze është në gjendje të zbatojë plotësisht marrëveshjen dhe të kontrollojë jugun e vendit. Madje, disa zyrtarë izraelit kanë hedhur idenë e një pranie ushtarake afatgjate në jug të Libanit, deri në zonat përtej lumit Litani, një sinjal që tensionet në lindjen e mesme mbeten larg zgjidhjes.